Tu e pa që e gjithë puna jonë në organizata e ka rolin veç avokus, nuk e ka rolin vendimars. Edhe ajo rëndësia që me i shty përpara idejat, me i shty përpara projektet, një komunitetit caktuar, po edhe për mirëqenien e gjithë qytetarëve të Kosovës. Edhe ajo nevoja që tu e pa që pa qenë pjesë e politikës nuk mujnë me shku përpara. Këto gjëra, ky edhe ka qenë ai momenti kur ne kum vendos që okej, detyrimisht u përfshin politik, nashta tu e pa nevojën që në shoqërinë civile ka pas shumë egzona, po nashta politikës unë e kum konsideru, po edhe komuniteti e ka konsideru që i mungon një egzon. Edhe po besoj që po menoj gjithë përfshirja ime në politik ka qenë një risi, për shkak që njerëzit e kanë pa që edhe në politik mujna me ja dal vajza të reja, vajza me aftësit kufizume, edhe mujnë më konë jo veç për komunitetin që e përfaqësojnë, po për gjithë qytetarët e komunës, tani ma vonë munësh edhe qytetarët e Kosovës.